Në këtë rast unë pres intensitet të takimeve, pres që të ketë takime në këtë javë dhe në ditët e fundit. Dhe natyrshëm tashmë duhet të kalojmë në propozime konkrete të emrave konkret të zgjidhjes së problemit i cili na çon pra në zgjedhjen e presidentit ose të presidentes. Ashtu siç kemi biseduar në grup parlamentar, nuk do të ketë asnjë problem i cili pra e pengon këtë proces sa i përket lëvizjes vendose. Ne jemi të bindur që duhet zgjidhet presidenti, sepse nëse tashmë nuk zgjidhet presidenti, ne hyjmë në një krizë, në një cikël pra të krizave, të cilat pra nga zgjedhjet mund të na prodhojnë edhe zgjedhjet tjera. Dhe natyrshëm, mbi bazën e kësaj, ne duhet të diskutojmë emrat, kriteret cilat pra në këtë rast po i thot Lidha Demokratike, mirë po nuk shkon në anën tjetër edhe kërkesa Partisë Demokratike që të ketë ftesë zyrtare, sepse këtë e lexoj unë si ftesë për mos takim. Mendoj që nuk duhet barikadohemi në qëndrimet tona, duhet të ecim përpara drejt një zgjidhje. Jemi të gatshëm të rrisni këtë dy shkrimet. Ne jemi të gatshëm për kompromis. Pra kur themi kompromis, kemi bëj domethënë për procesin brenda ku diskutohen e përfolen emrat. Dhe kur themi kështu, sigurisht jemi për të zgjidhje, sepse zgjidhjet kërkojnë edhe kompromise. Mirë po, kompromisi nuk kërkon ti tërheqje të vazhdueshme në fund edhe të mos ta zgjedhësh problemin edhe të mos e zgjedhësh në këtë rast presidentin. Kompromisi nënkupton vullnetin e plot të subjektit tonë politik për dëgju emra konkret dhe në fund për të diskutuar në grup parlamentar për ta pa pastaj a ka vullnet që edhe grupi jonë parlamentar ta votoj emrin e një presidenti ose jo, sepse gjithmonë po flitet për deputetët e opozitës vullnetin e tyre. Mirë po, ne kemi numrin më të madh të deputetëve